Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime. Sot po ndaj me ju një nga recetat më të shpejta, më të shijshme dhe më të mira për të përgatitur patullxhanët dhe specat. Jemi në sezonin e tyre dhe kjo është një nga mënyrat që nuk ju zhgënjen asnjëherë. Është një shije që vërtet nuk duhet lënë pa provuar. Nëse nuk e keni provuar ende, unë ju ftoj të qëndroni me mua deri në fund të videos ta përgatisim bashk. Fillimisht na duhen patullxhan, speca të kuqe dhe jeshile. Sigurisht që mund t'i bëni vetëm me patullxhan, por unë i kam kombinuar dhe shija është super. Patullxhanët do t'i heqim pak lëkurën, jo plotësisht, dhe do t'i presim në copa. Mund t'i prisni sipas dëshirës suaj. Nëse patullxhanët kanë shije të hidhur, duhet i fusni në ujë të ngrohtë me kri për pak minuta. Patullxhanët që unë kam përdorur ishin të ëmbël dhe nuk ishte e nevojshme. Po kështu edhe me specat do t'i presim në copa. Mund t'i prisni në formën sipas dëshirës, unë kam zgjedhur mënyrën më të lehtë. Dhe pasi i kemi mbaruar perimet të gjitha, do t'i vendosim në tavën e pjekjes, ku poshtë e mira është të vendosni një letër pjekje në mënyrë që të mos ngjisin. I vendosim me kujdes në mënyrë dhe me radhë në mënyrë që tava të marrë sa më shumë perime. Kam shtuar pak vaj ulliri dhe pak krip dhe i kam pjekur në 200 gradë për rreth 20-30 minuta, varet nga soba që keni. Pjekja duhet të jetë jo në mënyrë që të thahen, por të piqen në mënyrën më të mirë të mundshme, sepse nëse thahen ikën plotësisht shija dhe vlera që ka. Ndërkohë që perimet piqen, do përziejmë vaj ulliri, 2 lugë uthull molle ose uthull rrushi, 2 lugë lëng limoni, hudhër, krip dhe majdanos të freskët. Do ta përziejmë mirë masën dhe pasi perimet janë pjekur, siç e shihni ja kështu, edhe mund t'i skuqni, por unë zgjodha që t'i pjek në mënyrë që të jenë sa më të shëndetshme, sepse kur i skuqim përthithin shumë vaj, sidomos patullxhanët. Do t'i vendosim në enën që përgatitëm përbërësit e tjerë. Nuk dua të raj për thënë se nëse jeni i ri në kanalin tim, unë ju ftoj të hidhni një sy recetave të mia. Dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles, kështu do njoftoheni për çdo recetë re të postuar. Çdo ditë postohet nga një recetë. Dhe është gjithmonë kënaqësi për mua të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse keni dëshirë, mund të më shkruani në koment. Siç e shihni, perimet janë gati. Mund t'i konsumoni në moment, por edhe t'i ruani në një enë në frigorifer. Sa më shumë orë qëndrojnë të marinuara, aq më shumë të shijshme bëhen. Si u duket si recetë, nëse ju pëlqeu, për të më mbështetur, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Faleminderit.